Durimi i tij. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Allahu i madhëruar e dërgoi Muhamedin, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe e urdhëroi me durim dhe butësi, dhe ai, Allahu, i tha: Duro për atë që thonë dhe largoju atyre me një largim të bukur, dhe më lër mua me gënjeshtarët pasanikët. Dhe i tha: Nuk barazohet e mira me të keqen ktheje me të mirë, e atëherë armiku yt do të bëhet me njerë mik i ngushtë. Ky virtyt udhërohet vetëm atyre që durojnë dhe vetëm atyre që kanë një fat të madh. Kështu, ai duroi për ato gjëra të rënda që i bën dhe me të cilat e akuzuan, saqë ju rëndua kraharori. Atëherë Allahu i shpalli: Ne e dim mirë që ty të ngushtohet zemra nga fjalët e tyre. Prandaj lartësoje Zotin tënd duke e lavdëruar dhe bëhu prej atyre që i përulen atij duke u falur. Pastaj ata e përgënjeshtruan dhe e sulmuan, gjë që e hidhëroi. Atëherë Allahu i shpalli: Ne e dim se ty të zemëron ajo që thon ata. Në të vërtetë, nuk je ti ai që po mohojnë ata, por keqbërësit po mohojnë shpalljet e Allahut. Edhe para teje, o Muhammed, shumë të dërguar janë mohuar, por ata e kanë duruar mohimin dhe lëndimin, derisa u ka ardhur ndihma jon. Atëherë, profeti e detyroi veten e tij me durim. Ata e tepruan. Ai përmendte Allahun e madhëruar dhe të lartësuar. Ata e përgënjeshtruan. Atëherë, profeti tha: Unë kam duruar për veten time, për familjen time dhe për nderin tim, por nuk kam durim kur përmendet Zoti im. Atëherë Allahu i madhëruar dhe i lartësuar shpalli: Prandaj duroje atë që thon ata. Kështu, ai duroi në të gjitha gjendjet e tij. Pastaj u përgëzua me pasardhësit e tij, me imamët, dhe ata u përshkruan me durim, siç thot Allahu i madhëruar: Ne zgjodhëm prej tyre prijës, të cilët udhëzonin me urdhra tan, për sa kohë që ishin të durueshëm dhe besonin bindshëm. Në atë moment, profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, tha: Durimi në besim është si koka në trup. Allahu ia shpërbleu këtë dhe shpalli. Kështu u përmbush premtimi i bukur i Zotit tënd ndaj izraelitëve për shkak të durimit që treguan, ndërsa ndërtesat dhe kullat e faraonit dhe të popullit të tij ne i shkatërruam. Atëherë ata thanë: Ky është përgëzim dhe hakmarrje. Prandaj Allahu ja lejoi atij luftimin e idhujtarëve dhe i shpalli, kur të kalojnë muajt e shenjtë në të cilët ndalohet lufta. Atëherë i vritni idhujtarët kudo që t'i ndeshni, i zini robër, i rrethoni dhe u bëni pusi kudo. Por nëse pendohen, falin namazin dhe japin zekatin, atëherë i lini të qetë. Vërtet, Allahu është falës dhe mëshirëplot. Kështu, Allahu i shkatërroi ata me duart e të dërguarit të tij dhe të dashurve të tij, dhe ia dha atij shpërblimin e durimit, bashkë me atë që i është ruajtur për në botën tjetër. Pra, kush duron dhe shpreson shpërblimin e Allahut, nuk largohet nga kjo botë derisa Allahu t'i gëzojë sytë e tij me ndëshkimin e armiqve të tij, bashkë me atë që i ka përgatitur për të në ahiret.